Vitin tjetër, gënjenin vetën se kishë malë. Në dritare kujtimet më dalin, kur djeli libri fratin tim, më mungon aroma bukës së nënës dhe zëri saj birin. Në rrugë të huaja rrita thina, në shpirt më të familja, zënat shë andra që më kthejnë, aty ku filloj gjallëria. Por s'është jeta me shkujtim, as shpresa ves një shteg i kur, se një ditë të kthejmë prapë të përshafoj të mit me lutë. Në lutjet e mia nga goja struqa, për çdo vakt më bie në mend. S'më ngushtonte as i me bi, të kërkoj në çdo vend. Në prag të natë ndezje dritë, mos vjen bejfat val, e zenda ime 30 lek, kur pyetje e po aromov. Kam luajtur letrën që dërgove, me dorë të dridhur e lexoj. Çdo fjalë më vrosi jemi në dimër, e syt nga loti s'mi shpëtoj. Kur të kthehesh bi në prag, do zbukuroj me lule shtëpinë, do të përshafoj me shpirt e lëtë se në na pabir s'ka gëzim. Lotin po që kur s'ma po, burërisht i forë qëndrova, por kur nipi lindi atje, në trupën shpirt u ligështova. Na avli punoj e ri në heshtje, çdo zhur ma kujtën zërin tënë. Molli më ngjitet si e vjetër, që s'ka preje në asnjë vend. Në gjet kam një letër të vjetër, ku më shkruan, babi, Amir, e lexoj sërish me duar së lidhe, e ndjej si frymë të thot e të gdhir. Do të vinë një ditë e do të daj, në stacion presh do shta i lodhur, se baboj s'modhet kur, tek me të birin për lodhur. Vaj i motrës lullet thash, malli për pëllam në rinin e tretë, se e mbrojtur t'jesha dikur, po si s'u ngopi me atë vetë. Me ditlindje qaj me qire, e shkuaja me tënë me letër, nëse cilën dhurat që marë, mendoj si ku ta ndonin bashkë. Në dhomë kam lënë vendin tënë, as nëse prej ka karike, atyri shpesa i me vogël që kthehesh një ditë me valigje. Mu mungon zërit i ngrën, mu mungon po ajo në lirë, do të doja të shim prapë fëmi në përqafim të në nëson të mirë. Rrita me fotografi kur ftyrën sa një ami, në çdo kuseshe të kërkova, në çdo ëndër, një kujtim të vjetër e të dy. Shokët flosi për prindrit e tyre, kur flas me djelin në dritare. I them, e ke por bobin tim. E ai më ngroh pa më dhënë përgjigje fore. Kur më përqafoj të tjerët baballar, më duket sikur më përqafon ti. E në zemër më mbushet shpresa që një ditë do të do të aty. E kur të vesh të mos ikësh më, le të fillojmë nga fillimi. Se fëmijëri ma more kurike, por dashurisë ma mori trishimi. Të nderuara zonja dhe zotrinj, të nderuar përfaqësues të jetës kulturore dhe arsimore, të nderuar të gjithë ju të pranishëm. Për dijenin tuaj, unë jam Alketa Shala, që do ta moderoj sot këtë përurim. Sot kemi kënaqësinë e veçantë të jemi bashkë në përurimin e librit më të ri të shkrimtarit, studiuesit dhe publicistrit Zoti Hysen Ibrahimi, me titull Vepra 5, duaj e gjuhën tënde. Ky botim përbën një kontribut të rëndësishëm në fushën e studimeve gjuhësore dhe kulturore shqiptare. Dhe është një dëshmi e dashurisë së autorit për gjuhën amtare dhe trashëgimin tonë shpirtërore. Pikërisht, ky vëllim dhe ky autor janë arsyeja që na kanë mbledhur sot në këtë ngjarje të veçantë kulturore e akademike. Të nderuar miq dhe dashamirës të librit, ju falenderojmë për pranimin tuaj sot dhe ju urojmë mirëseardhje në këtë aktivitet të veçantë kulturor, i cili ka për qëllim përurimin e librit të muajit tetor, muaj që tradicionalisht i kushtohet letërsisë. Sot kemi kënaqësinë po ashtu të përurojmë librin me titull Përjetimet e mia të autorit Zotri Avdi Luka, i cili aktualisht ndodhet dhe jeton në Suedi. Rreth kësaj vepre do të na flasë recensenti i saj Zotri Hysen Ibrahimi. Programi i këtij eventi kulturor do të nisë me disa fjalë përshëndetëse për të pasuar nga paraqitjet e referuesve të dy veprave. Ndërsa në përmbyllje do të kemi fjalën e autorit të librit Zotri Hysen Ibrahimi. Në panelin e nderuar të këtij takimi marrin pjesë Magjistër Fadil Geci, Profesor Asman Ahmed Xhekaj, Profesor Anton Kola, Shaqir Foniqi, Profesor Fidan Paliu dhe Profesor Mohamed Ibrahimi. Të nderuar të pranishëm,
kemi nderin që fjalën e rastit dhe shpalljen zyrtare të kësaj veprimtarie ta mbaj Magjistër Fadil Keci. Përshëndetje për gjithë, për mësë me da dikën nëse ma pranënit këtë furnë për gjithë. E veç mas, du mi përshëndet një person, që është këtu Anton Kola, nënkryetari i parë Ibrahim Rrugovës. Përshëndetje Anton, e përmes një gjithë. Së pari, dëshiroj të theksoj vlerësimin tim të lartë për Zotin Hysen Ibrahimi, të cilën e vlerësoj më mënyrë maksimale, si personalitet i shquar në fushën e veprimtarisë kombëtare. Gjitha drejtimet dhe angazhimit tij, Ibrahimi ka dhënë kontribut të madh në interesin e përgjithshëm kombëtar. Veçanërisht gjatë viteve të fundit, ai ka zgjeruar fushën e veprimtarisë së tij edhe në lemen e shkrimeve publicistike dhe letrare, që ka përben një vlerë të shtuar jo vetëm për angazhimin e tij personal, por edhe për familjen e tij, e cila ka mbështetur vazhdimisht në këto përpjekje. Bashkëpunimi me Hysen Ibrahimin dhe familjen e tij ka qenë i pandërprerë në periudha të ndryshme historike, para luftës, gjatë luftës dhe pasaj, gjithmonë në shërbim të interesit kombëtar. Ndërkohë, vllavi i tij Sak Ibrahimi, i shpallur më pas dëshmor i kombit, ka qenë bashkëluftar dhe bashkëpunëtor i imi në periudhën e luftës qëndrueshme. Familja Ibrahimi ka një histori të pasur dhe të qëndrueshme në shërbim të çështjes kombëtare, duke kontribuar brez pas brezi në arsim, kulturë dhe ndjeri. Të gjitha këto procese me interes kombëtar, anëtarët e kësaj familje kanë qenë pjesëmarrës aktiv, duke dhënë një kontribut të çmuar me vlera të larta kombëtare dhe arsimore. Nga kjo familje ka dalë edhe profesor Mursel Ibrahimi, i cili ka ushtruar detyrën e kryetarit të komunës Mitrovic për një mandat. Ndërkohë, zoti Hysen Ibrahimi me punën, veprimtarinë adatare dhe krijimtarinë e tij të pasur, kjo familje meriton respekt dhe vlerësim të veçantë, pasi gjatë gjithë historisë ka dhënë një kontribut të pandërprerë në proceset e çlirimit të Kosovës dhe të trojës shqiptare në përgjithësi. E vërteta është se kam kontribuar në daljen nga shtypit të librit Vepra 5 Duaj gjuhën tënde, me autor zotin Hysen Ibrahimi. Arsyeja pse kam bërë këtë është se te Hyseni kam vërejtur me sytë e mi seriozitetin, përkushtimin dhe vullnetin e tij të palkundur në punë. Këto cilësi me kanë motivuar që në çdo mundësi që kam pasur ta mbështes dhe të qëndroj pranë tij në veprimtarinë e tij. Me angazhimin e tyre të jashtëzakonshëm, këta veprimtar kanë arritur të kundërshtojnë me suksesën propagandën serbe dhe përfaqësuesit e saj diplomatik, duke demontuar gënjeshtat e përhapura dhe duke rikthyer besimin e opinionit ndërkombëtar në anën shqiptare. Zoti Hysen Ibrahimi, unë po mënoj na më shkurtu pak, se është tepër, po kërkoj falje. Zoti Hysen Ibrahimi ka qenë dhe vazhdon të jetë një kontribues i palodhur në fushën e krijimtarisë letrare, duke realizuar edhe një punë të shkëlqyer me qëllim të dokumentimit dhe shqyrtimit të interesit kombëtar shqiptar. Veprimtaria e tij zhvillohet në një kontekst historik të vështirë në periudhat të sundimit serb në Kosovë, kur rujtja e identitetit kombëtar përbëhet një sfidë e vazhdueshme. Është të rëndësishme të theksohet se shumë prej arritjeve të sotme kanë themelet e tyre në periudhën të themelimit të lidhjes demokratike. Mblejonit të përmend disa fakte që duhet shpesh të përmendim ne si popull, që kanë ndodhur gjatë viteve të 90-ta e që janë historike për ne, të prihen nga presidenti ynë Dr. Ibrahim Rugova, Femi Agoni, Anton Qeta, Mark Krasniqi, akademik Gazmend Zajmi, dhe në të gjitha këto procese aktiv ka qenë edhe Anton Kola, nënkryetari Ibrahim Rrugovës. Njohja ime me këtë familje fillon me fillimet të këtyre ngjarjeve dhe vazhdon edhe sot. Punimet e tij të Hysen Ibrahimit janë të mbështetura në bashkëpunim me institucione të rëndësishme akademike shkencore, përfshirë Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Shqipërisë, si edhe arkivat shtetëror të Kosovës, Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut. Në mënyrë të veçantë duhet theksuar kontributi i Hysen Ibrahimit në dokumentimin e historisë Drenicës, përmes punës së tij kërkimore publicistike, ka arritur të evidentojë të vërtetat historike që lidhen me fillimin e rezistencës së armatosur shqiptare të armatosur, duke botuar dhe provuar materiale që trajtojnë ngjarje të tilla si veprimtaria e familjes Jashari, roli i vëllezërve Geci, si udhëtimi i Adem Jasharit në Shqipëri,
që këtu duhet të theksohet që me Adem Jasharin atëherë ka qenë edhe kryetari i forumit rinor të Dega Skënderaj. Domethënë gjithçka ka qenë në mënyrë shtetërore të organizuar. Ky angazhim përbën një kontribut të çmuar për rujtjen dhe promovimin e kujtesës historike kombëtare, po i drejtohem autorit Zoti Ibrahimi. Ju jeni personaliteti që më keni motivuar të shpreh mendimet e mia lirshëm dhe së bashku kemi arritur të nxjerrur në pa disa çështje më rëndësi, të cilat nuk kanë hasur në një kundërshtim, pasi që kanë qenë të bazuara në fakte të dëshmuara. Në përmbyllje, dëshiroj të përgëzoj autorin Zoti Hysén Ibrahimi për botimin e veprës 5 duhet gjuhën tënde dhe me nder të veçantë shpall të hapur këtë ceremoni preurimi. Faleminderit, respekt të gjithë. Faleminderit zoti Geci. Lutem edhe pak. E kam një amanet, Hysén. Po tras këtu duhet të talloni zyrtarisht në Liban për Saliçekun, luftari i orëve të para të lirisë, nga Novo Roshi. Më ka thonë që me ta përcjellet këtë libër su taku me ty. I jep pjesë marrës dhe ti këtu. A ti shiko? Faleminderit zoti Geci. Për një përshëndetje rasti ftojmë profesor Ahmet Xhekaj, i cili ka ardhur posaçërisht nga Suedia për të marrë pjesë në këtë përurim. Pjesëmarrës të nderuar, përzemërsisht ju përshëndes dhe mirë se keni ardhur në këtë solemnitet me rastin e provimit të librit e Hysén Ibrahimit, që titullohet Vepra 5 duaj e gjuhën tënde. Perla që nga sot i bashkohet gjërdanit e artë të veprave të autorit Hysén Ibrahimit, i cili për 25 vite më radhë unë isha në shoqëri me Hysénin, ka bërë një punë kolosale. Mjafton të përmendim vetëm thesaret kombëtar që janë nga 1 deri në 13 që i kemi promovu anë e kënd Kosovës dhe sot ata thesar gjenden në përgjitha bibliotekat e Suedis dhe një pjesë e madhe edhe këtu në Kosovë, ku vetëm dje ishim në bibliotekën e Relativ Berisha në Mitrovic, ku përmi 1200 ekzemplar, Hyséni, si që ka zakon, i dorëzoi në bibliotekë dhe ishte një mrekulli e madhe. Unë nuk du me zgjatë shumë, por vepra 5, duaj e gjuhën tënde, autorit Hysén Ibrahimit, paraqet një vazhdimsi të natyrshme të krijimtarisë së tij të pasur letrare, publicistike dhe dokumentare. Po e theksoj edhe një herë në tërë dokumentarët, thesari kombëtar, paraqitet absolut e tërë krijimtaria, e tërë veprimtaria e bashkëdhetarëve tanë që jetojnë në Suedi dhe shumë individ të cilët me punën dhe sakrificën e tyre kanë bërë çmos dhe pothuajse aty janë të evidentuar mbi 60.000 njerëz të cilët pa lodhur kanë kontribuar në atë drejtim, ku çdo kush pak a shumë e ka dhënë një kontribut për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, të cilën e gëzojmë ne sot. Ashtu si edhe botimet e mëparshme, kjo vepër karakterizohet nga përmbajtja e gjerë tematike, nga vlerat artistike dhe dokumentare, si dhe nga mesazhet që promovojnë kulturën kombëtare dhe dashurinë për gjuhën shqipe. Shpresojmë që edhe kjo vepër, ashtu si të tjerat, do të pritet dhe vlerësohet në mënyrë brillante, siç e meritojnë. Autori Hysén Ibrahimi po e kryen një punë të çmuar në fushën e publicistikës
dhe mbesin këta dokumentar të cilët me vonë do t'ju shërbejnë gjeneratave të ardhshme në Kosovë dhe me gjerë për punën dhe aktivitetin e gjithë bashkëdhëtarëve tanë në Suedi. Kjo vepër afirmon rëndësinë e gjuhës shqipe si element themelor i identitetit dhe unitetit kombëtar, por edhe përjetëson përmes një titulli të jetë, domethënës duaje gjuhën tënde. Ky titull është një thirrje për përgjegjësinë dhe respektin ndaj gjuhës amtare, si dhe një ndër shtyllat më të forta të ekzistencës sonë kombëtare. Përmbajtja e librit është gjithanshme dhe përfshin tema që lidhen me rëndësinë e gjuhës, rolin e familjes, recensione dhe promovime librash, si dhe aktivitete letrare kulturore. Jam i bindur se kjo vepër do të vlerësohet lartë nga të gjithë të pranishmit në këtë përurim, si dhe nga vetë autori Hyseni Ibrahimi për punën dhe për kushtimin që ka treguar gjerë më sot. Ndër veprat më të spikatërat autorit dëshiroj të përmend edhe një vepër tjetër që ja ka kushtuar, është vepër mjaft voluminoze që ja kushton Fadil Gecit dhe titullohet Fadil Geci, figurë e unitetit kombëtar, e botuar vitin e kaluar në Sfis Diamond në Prishtinë, në një prani të madhe të bashkëdhëtarëve dhe njerëzve më eminent, ku kishte një jehon jashtëzakonisht të madhe. Për vepra 5, duhet gjuhën tënde të autorit Hyseni Ibrahimit, janë përfshirë disa opinione të mia atë ditë, që lexuesi do të ketë mundësinë të shohë të publikuara, pasi ato mbetën dëshmi e një periudhë të caktuar dhe qëndrimeve të vazhdueshme të autorit në punën e tij. Gjatë përgatitjes së këtyre opinioneve, kam zhvilluar intervista me disa personalitete atë ditë dhe kisha me veçu profesor Anton Kola, general Fadil Hadërgjonaj, Agim Rexha, që ishte një kontribues mjaft i shuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe Halil Gecin si vllau i madh i 7 vëllezërve Geci, dhe shumë tjera që do t'i keni këtu. Gjitha ato i ka përmbledh çuditërisht Hyseni në veprën 5, duaje gjuhën tënde. Në përfundim, që ta mos e zgjas se kanë ndoshta më folë, do tjerë nuk do t'jem pak si monoton, në përfundim dëshiroj të theksoj se Hyseni Ibrahimin e kam mik me shumë se 25 vite, dhe jo vetëm mik, por kemi bashkë vepru së bashku, aq sa kemi mujt, aq sa kemi ditë. Me 3 fjalë, Hysenin e karakterizon vendosmëria, guximi, mos them trimëria, i cili në mënyrë shumë të vendosur i ka çu proceset përparan, dhe kështu që kem pas mjaft njerëz me titull doktor shkencë që janë 5-6, po gjithë kanë pas mendimin se në krye të tyre proceseve duhet të jetë Hyseni me guximin e tij dhe qëndrueshmërinë e tij stoike i pathyeshëm. Prandaj, me këtë rast i drejtohem atij me fjalët të lumt Hyseni Ibrahimi për këto vepra të vyra që po i boton, të uroj shëndet, frymëzim dhe suksese të mëtejshme në krijimtarinë tuaj. Faleminderit. Faleminderit zotri Xhekaj. Sot kemi kënaqësinë dhe nderin të kemi në mesin tonë edhe profesor Anton Kolën dhe profesor Shqiptar Shaljanin, të cilët kanë shprehur dëshirën të përshëndesin këtë ngjarje të rëndësishme kulturore e shkencore. Fjalën e parë përshëndetje e ftojmë ta mbajë profesor Anton Kola, pas tij fjalën përshëndetje do ta mbajë profesor Shqiptar Shaljani.
Të nderuar të pranishëm, të dashtun miq të librit të kulturës shqiptare, i nderuari mik Hyseni Ibrahimi. Mi falni 5 dakika, si që thujnë popullorëse, se kur unë njoftoha për promovimin e këtij libri me një titull për mua të shenjtë, po jo vetëm për mua, me mesazh të fortë, po me sfida, rapata idenë time në për kokë ku t'ja nisi, me që unë ndaj edhe fatin e Hyseni Ibrahimit, që për vitet tëra jetuam dhe punuam në migracion, mu impunua shkurt pra aq sa mujta me shtjellue, pa ja u morë minutat e vlefshëm ju të pranishmeve që keni shumë çka për të thënë, tham 2-3 fjalë për mërgimin e pastaj të kaloj në disa çështje tjera konkrete. Jeta në diasporë është një udhtim i veçantë, një udhtim në mes dy brigjeve, njëri breg është Vindlindja, me aromën e tokës, me kujtimet, me gjuhën dhe zakonet që na rritën. Tjetri breg është vendi ku mërgjimtari jeton, punon, e ndron dhe përpiqet të ndërtoj një jetë të dinjitetshme. Të jetosh dhe të veprosh në migrim do të thotë të operosh në mes dy botnave, dy kulturave, të cilat jo rrallë janë kompatibel me njëri tjetrin. Mërgjimtari herë ndihet këtu, herë atje, herë ndjen mallin që e djeg, herë ndjen peshën e motivit që të nxën hapin me vendin dhe kulturën ku jeton. Por mbi të gjitha mërgjimtari përpiqet të mos jetë thjesht udhëtar bredhacak mes dy brigjeve, por të bëhet ura që i lidh ato kultura. Mërgjimtarët janë ata që tregojnë se dashuria për atë dheun nuk zhbehet dhe nuk matet nga largësia gjeografike. Përkundrazi, ajo bëhet me thellë dhe me ndërgjegjshme. Kur mërgjimtari mëson fëmijët e tyre të flasin shqip, kur i mëson për kulturën dhe identitetin kombëtar, për atë dashurinë, ata duke luftuar me dashuri dhe për kushtim të madh për të ruajtur këtë identitet, shpesh herë pa përkrahjen e mjaftueshme të shteteve tona, ata pra mërgjimtarët ndërtojnë ura dhe bëhen letër njoftimi shqiptarizmës në ato vende ku jetojnë. Kur të kthehen në atë përpos kapitalit financiar të ruajtur dhe të kursyer me mund, mërgjimtarët përpiqen që të sjellin përvoja me dije të reja në zhvillimin e atë të tyre. Por kur vitet kalojnë, kur flokët zbardhen e hapat vënë më të ngadalt, atëherë mërgjimtari nxjon elefantin turqe, para se të shuhet, kërkon të kthehet në vendin e dashur ku lindi, të kthehet aty ku shpirti gjen qetësinë e tij. Ky është mërgjimtari ynë, i cili ndin se jeta, sa do e gjatë dhe begat të jetë në mërgjim, mbetet e paplotësuar, pa kthim, pa një prekje të dheut amtar, pa një frym të artit të vendindjes. Të nderuar të pranishëm, libri duhet gjuhën tënde që po promovojmë sot nga autori mirënjohur Hyseni Ibrahimi, nisur nga vetë titulli i tij është një thirrje shpirtënore dhe atletare për të ruajtur, kultivuar dhe dashur gjuhën shqipen, këtë pasuri të shenjtë që na bashkon dhe na identifikon si kombë kudo që jemi. Autori i këtij libri, Hyseni Ibrahimi, është tashmë një emër shumë i nderuar në mesin e mërgatës shqiptare në Suedi, por edhe në Kosovë, në Shqipëri dhe gjithandej ku jetojnë shqiptarët. Hyseni është një veprimtar i palodhshëm, shkrimtar dhe publicist, është një aktivist i dalluar politik shumë i përkushtuar. Për dekada me radhë ka qenë zoni i kulturës, i gjuhës dhe identitetit tonë kombëtar në Suedi dhe jo vetëm aty. Me punën e tij, Hyseni Ibrahimi ka dëshmuar se ruajtja e gjuhës dhe kulturës shqiptare nuk është përngesë për integrim, përkundrazi është ura që na lidh me të tjerët me dinjitet dhe me respekt. Ai e ka përquar drejt frymën e rilindasve, frymën e presidentit historik doktor Ibrahim Rugova, frymën e kulturës të paqes së vlerave evropiane dhe përkatësinë shpirtërore kombëtare shqiptare. Hyseni ka qenë zëdhës dhe pris i organizimit politike të lidhjes demokratike të Kosovës në Suedi, të asaj lëvizje të madhe për liri dhe pavarësi të vitit 90,
shekullit kaluar të udhëhequr nga Dr. Ibrahim Rugova, që me sukses hapi dyrë të diplomacive evropiane dhe të Shtetit Bashkuara të Amerikës. Në këtë kuptim, Viseni është një vazhdues i asaj rruge të urtë, të ndritur e fisnike, që trashëgim në alan rilindaset dhe presidenti Rugova. Të nderuar të pranishëm, libri Duhet gjuhën tënde është një thirrje për çdo shqiptar në Kosovë, në Bergadë dhe kudo në botë, që të mos e harrojmë gjuhën në nëne, sepse gjuha është shpirt, është dhe është kujtesë. Kur e ruajmë gjuhën, ruajmë vetveten dhe kur e dashurojmë gjuhën, e forcojmë kombin tonë, i cili për fat të keq edhe tash pas lirisë po sulmohet nga shumë aspekte. Gjuha nuk është vetëm mjet komunikimi, por thelb i identitetit tonë kombëtar. Ky libër na kujton se dashuria për gjuhën shqipe është një akt a dhe dashurie, është përgjegjësi, sidomos për ne që i përkasim brezit e veprimtarëve, që e kemi tuar kohën e sakrificës dhe të idealit për liri dhe pavarësi. Prandaj sot, në këtë promovim, nuk e nderojmë vetëm një libër, por një mision, një jetësim të përpjekjes se një njeriu që ka mbetur gjithmonë i lidhur me kombin e vet, edhe pse fizikisht larg tij. Në emër të miqësisë, të respektit dhe veprës së Hysenit, që Hyseni përfaqëson, ju urojnë nga zemra sukseset më tejme dhe frymëzim të pashtershëm në këtë rrugtim fisnik. Urime i dashur Hysen për librin. Uroj që thirrja Duhet gjuhën tënde të përhapet e të frymëzojnë të gjithë ata që e ndjejnë shqipen si dritë, si shpirt. Ju faleminderit. Të nderuar kolegë, miq e dashamirë të librit dhe gjuhës shqipe. Sot jemi mbledhur për të nderuar një vepër që në vetvete nuk është një pament i shajt, një thirrje shpirtërore për secilin prej nesh. Duaja gjuhën tënde, respektivisht duhet gjuhën shqipe. Kjo vepër e autorit Hysen Ibrahimi nuk është vetëm një titull, është një kushtrim që buron nga rënjet më të thella të shpirtit tonë kombëtar. Gjuha shqipe është më shumë se një mjet komunikimi. Ajo është fryma jonë, është drita që na ka mbajtur gjallë identitetin tonë kombëtar në për shekuj, pastaj ka qenë një mjet që na ka ndihmuar për ta ruajtur identitetin tonë kombëtar. Ajo është gjaku, një rënjë që damarët e kulturës sonë dhe çdo brez që e flet me dashuri të zgjat jetën e kombit. Në çdo faqe kësaj vepre ndihet përkushtimi i autorit, ndaj mësimit, ndaj brezit të ri, ndaj ruajtjes së pasurisë gjuhësore që na dallon e na bashkon. Hysen Ibrahimi si shkrimtar, publicist e veprimtar i çështjes kombëtare e ka dëshmuar se dashuria për gjuhën është dashuri për atdheun, sepse kush e humb gjuhën e humb veten. Ne mësuesit, prindrit dhe çdo shqiptar që ndjen veten biri i këtij vendi, i këtij trulli, kemi detyrë të shenjtë ta ruajmë dhe ta çmojmë këtë pasuri të shenjtë brez pas brezi. Të duash gjuhën tënde do të thotë të mos e ndotesh, të mos e harrosh, e sidomos të mos e përçmosh. Prandaj, kjo vepër vjen në kohën e duhur, si kujtesë, si porosi dhe si dritë për gjeneratat e reja që rriten larg atdheut në përmergim, por që duhet të dinë kush janë dhe nga vinë.
në emër të mësuesve, të gjuhës shqipe dhe të gjithë atyre që e mbrojnë fjalën shqipe si flamur shpirtëror, i shpreh autorit Hysen Ibrahimi mirënjohjen më të thellë për këtë kontribut të çmuar që bën të reflektojmë, të ndjehemi dhe të jemi më shumë shqiptarë. Duaj gjuhën tënde, sepse në të jeton shpirti i kombit tonë. Faleminderit Hysen Ibrahimi. Një fjali do thëmë për... Po. Ka qenë këtone të kësë për Finland, ne për Suedi. Njeriu që ka motivu ma shumë të përmër protestave të cilat i ka organizuar atër Ahmet Musa tash Shqiptar Shaljani, e ka motivuar Martjat Pisaren, i cili ka qenë përpillues dhe në zhdullutës 12-4-4 për pavarësinë e Kosovës. Faleminderit Shqiptar Shaljanit. Faleminderit. Kemi bashkëpunuar pe tjetër, respekt për ty. Edhe një fjalë me që po them, e përmeni një zoti Anton Kole, duket, thesari kombëtar, 13 vellimeve. Jam pjesë ati thesari, ose jam aty. Por thesar kombëtar për kombin dhe kulturën tonë në Skandinavi është Hysen Ibrahimi. Ky është ambasadori i kulturës shqiptare në Skandinavi. Faleminderit të nderuar të praneshëm. Në kuadër të këtij përurimi, kushtuar veprës vepra 5, duaj e gjuhën tënde, të autorit Hysen Ibrahimi, do të paraqitem me fjalët e tyre redaktori dhe 2 lektorët e librit. Duke ndjekur rendin e paraparm, ftojmë zotërin Shaqir Foniqin, redaktori i librit, që të thotë fjalën e tij rreth veprës. Ju përshëndes përzemërsisht, jam i nderuar që jam redaktor minor i këtij librit madh dhe i nderuar që jam antar nderi i shoqatës adhetare, kulturore, shkencore, Papa Klementi XI Albani me qendrën e Suedi. Fal drejtorit tim, miku dhe ambasadorit Amnis Pahiu, me 2003 kisha marrë aprovimin me shku me zhvillu një intervistë me të madhën Ismail Kadare në villën e tij tek mali i Robit në Shqipëri. Në një nga pyetjet e mia, si e vlerësoni prurjen kaq të vrrullshme të librave, ai në stilin e tij mirë bën që shkruajnë. Çdo libër, po mundona ta parafrazoj, thoshte është një ushtar më i madh i dijes. Dhe shqiptarët, pas bukës dhe ujit, kanë nevojë më së shumti për kulturë, për dije. Kultura është kurrizi i një kombi. Kultura e mban vertikalisht një këmbë. Pa kulturë nuk ka asgjë. Edhe uji kur konsumojmë është një lloj kulture. Çdo gjë fillon me kulturën. Jam nderuar dhe që të mos e zgjas se po ndihem pak edhe emocionuar se s'kam pasur rastin të flas para kësaj audiencë kaq të largëshme, miqësore dhe të madhe. Po them se ky libër nuk është vetëm një libër i thjeshtë, por është një vepër që mban në vetë shpirtin e kombit ton, pra gjuhën shqipe. Ky libër është një thirrje për ta ruajtur, për ta folur dhe për të dashuruar gjuhën tonë si trashëgimin më të çmuar që e kemi. Në çdo faqe të librit gjejmë kujtesën e brezave, fuqinë e fjalës dhe detyrën që kemi për ta përcjellë këtë pasuri tek gjeneratat brez pas brezi. Në një kohë kur kufit kulturor po zbehen, libri na kujton se gjuha është ajo që na bashkon, na dallon dhe na jep identitet. Le ta mbajmë gjallë Shqipën me dashuri, me përkushtim dhe me krenari. Faleminderit dhe miku Hysen mos u ndal të na dhurosh edhe librat e tjerë që janë pasuri kombëtare. Ju falenderoj shumë. Faleminderit ty i nderuar.
Recensionin e profesor Fidan Baliut do ta lexoj njëra nga nxënësit e tij, Aela Tmova, po ashtu recensionin e profesor Muhamet Ibrahimit do ta lexoj njëra nga nxënësit e tij, Libera Hyseni. Atëherë, së pare, falinderit për pjesëmarrjen të gjithë dhe për shëndetje. Aktivisti i paepër i çështjes kombëtare dhe autori i shumë veprave, Hysem Fazli Ibrahimi, prej shumë vitesh fillon aktivitete shumë dimensionale si në AD, po ashtu dhe në Suedi. Ai qoftë si kryetar shumë vjeçar i shoqatës së shkrimtarëve kombëtar dhe aktivist i çështjes shqiptare në Suedi. Qoftë si aktivist i çështjes kombëtare, gjithmonë është një zë i fuqishëm e i pandalshëm. Do ta krahasoja me Lubin Ibër, që asnjëherë nuk ndalet e nuk shteron, por gjithmonë është në shërbim të njerëzimit. Ashtu si Ibri jep jetë Mitrovicës, ashtu ai i jep jetë edhe neve. Vlen të cekët që autori ka një lidhje të veçantë shpirtërore me këtë qytet, e që është qyteti i tij i lindjes, dhe zemra nuk i rro askund më mirë se sa në shpat të Mitrovicës. Po ashtu autori Ibrahimi çdo ditë kontribon në popullin e tij, që ta mbajë të informuar me veprat e tij dhe jo vetëm. Autori Ibrahimi nuk lodhet kur në rrugëtimin e tij si një marathonomak për çështje kombëtare shqiptare dhe për promovimin e saj në vendet skandinave dhe kudo që ai vepron. Me plot vullnet, ai vazhdon të angazhohet duke lënë gjurmë të thella dhe në publicistik, duke botuar vepra, opinione, monografi, fakte historike, dokumente të rëndësishme që po i shërbejnë dhe të t'i shërbejmë gjeneratave që do të vinë. Shkrimet e autorit Ibrahimi në njërin anë po mbajnë gjallë të kaluarën të dhimbshme dhe të lavdishme, njëkohësisht ku veprat e tij pasqyrojnë ngjarje, dokumente, fakte, materiale, intervista, shkrime, opinione, dëshmi e tjerë. Duke gdhendur në rreshta e duke ruajtur gjithë këtë thesar, dhe në anën tjetër duke shërbyer që të gjitha këto të përdoren në të ardhmen si referenca dhe dëshmi për brezat pasardhës. Ai tashmë ka dëshmuar se nëse duhet të kontribojë në shkrime, aty e gjej. Nëse duhet të kontribojë në humanizëm, aty e ke. Nëse duhet të redaktojë ndonjë vepër, është i gatshëm për të punuar me seriozitet dhe angazhim deri në admirim. Këtë vullnet e këtë elan e shfaqet dhe në veprën e tij të radhës të titulluar Vepra 5, Duaje gjuhën tënde, ku padyshim do të jetë një xhirdam plot shkrime interesante dhe faktografi, të përzgjedhura me shumë kujdes nga autori Hysem Ibrahimi, ku janë paraqitur materialet e autorit për disa çështje, njerëz në rrethana që pasqyrojnë aktivitete të zhvilluara ndër dekada, duke zgjuar kurreshtin e secilit lexues. Prandaj, me këtë zgjohet interesi i lexuesit të tij, dhe gjithsesi do të jetë interesante të përcillet kjo veprimtari krijuese autorit Hysem Ibrahimi. Kësaj, unë në cilësinë e lektorit, jam e fat që mu dha mundësia të jem lektori disa veprave të tij, ku bëj punën dhe me dëshirë dhe vullnet. Prandaj për bëtimin e veprës së tij e uroj dhe përgëzoj që mos të ndalet në rrugëtimin e tij shkrimor. Hysem Ibrahimit i dëshiroj shëndet të mirë dhe realizim të gjitha planifikimeve të tij për shkrime e veprave të paralajmëruara. Përkatësisht siç ai i ka menduar, të prifte marrën në krijimtarinë dhe veprimtarinë e nderuar Hysem Ibrahimi. Me respekt të veçantë Prof. Fidan Bali dhe unë nga nxënësia e tij Aela Tmova. Përshëndetje të nderuar. Recensioni për librin Duaje gjuhën tënde të Hysem Ibrahimit. Libri Duaje gjuhën tënde i autorit dhe veprimtarit të njohur Hysem Ibrahimi, një dëshmi e rrallë për përkushtimin ndaj gjuhës shqipe dhe përpjekjet për ta ruajtur identitetin kombëtar në Mërgat. Botuar në kujdesin e shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar, Popa Kelmendi 11 Albane, në Suedi. Vepra mbart vlera të shumashme, letrare, dokumentare dhe historike. Një nga kapitujt bosh të kësaj vepre është kapitulli Mërgata e preokupuar për arsimin në Dardani. Në këtë kapitull, autori ndalet në një periudhë kyçe të historisë të Kosovës vitet 1990-1999, kur arsimi shqip përjetoi
represion të egër nga regjimi serb. Në përmjet rrëfimeve autentike, përmjetimeve personale dhe dokumenteve reale, Ibrahimi paraqet sakrificat e popullit dhe të mërgjimtarve për të mbajtur gjallë mësimin e gjuhën anëtare. Ai përshkruan me ndjeshmëri dhe saktësi se si mërgata shqiptare, veçanërisht ajo në Suedi, organizojnë ndihma financiare për shkollat, mësuesit dhe nxënësit që vepronin në sistemin paralel arsimor në Kosovë. Autoritetet pushtuese serbe kishin mbyllur shkollat shqipe dhe kishin përjashtuar mësimdhënësit nga puna, por mësimi vazhdonte në shtëpi private, bodrume dhe garazhe, të shndruara në klasa rezistence. Kjo nuk është thjesht një kronikë e periudhës së rezistencës arsimore, por një dokument historik me vlera të mëdha edukative dhe morale. Ai e lidh ruajtjen e arsimit shqip me identitetin kombëtar dhe me rolin emancipues të mërgatës shqiptare, e cila jo vetëm që ndihmoi financiarisht, por ngriti dhe vetëdijen ndërkombëtare për të drejtat e shqiptarëve në Kosovë. Autoriteti përdor një gjuhë të qartë, të ngrohtë e emocionale, duke e përzier përshkrimin faktik me tonin adetar e reflektues. Ai jo vetëm dëshmon, por edhe frymëzon, duke e parë arsimin si mision i shenjtë dhe mësuesit si roje të dijes shqiptare. Përmes kujtimeve të familjes, figurave të prindërve dhe vëllai dëshmor i Sakut, Hysen Ibrahimi ndërton një narrativ ku atë gjuha dhe arsimi shfaqen si trishtylla të njëjtës qëndresë. Libri Duaje gjuhën tënde është një testament i dashurisë për gjuhën dhe arsimin shqip. Në kapitullin analizuar, Hysen Ibrahimi ndërthur dokumentimin e sakrificave të brezit të viteve 90 me një mesazh të përhershëm. Arsimi dhe gjuha janë themeli i lirisë dhe i kombit. Ky tekst është i domosdoshëm për studiuesit e diasporës, për mësuesit e gjuhës shqipe në Mërgat dhe për të gjithë ata që besojnë se dashuria e atë dhe jot fillon me dashurinë për gjuhën anëtare. Recension Muhamet Ibrahimi. Faleminderit shumë. Për librin me titull Përjetimet e mia, të autorit Zotri Avdy Luka, recensionin e recenzentit të librit, Zotri Hysen Ibrahimi, do ta lexoj Nirvana Cej dhe pastaj vjen përfaqësues i familjes Uka, Qëndre Muka. Por tani që këtë libër janë më të detajuara, më të qarta, por edhe kujtimet që asnjëherë nuk janë shkruar. Autori ka paraqitur si ngjarje të reale të kohës që dëshmojnë një realitet të pakontestueshëm. Pse autori ka hyrë kësaj pune, mund të themi ose konkludojmë se autori, duke qenë një heroj i gjallë i çështjes kombëtare, mbrojti pragun e shtëpisë nga kriminali serb më 22 qershor 1991 në Vushtre, e që pushka e tij mori jehunë të madhe në mbar trojet etnike shqiptare dhe në Mërgat, e që ka pasur raste që kësaj pushke t'japet një verzion pak më ndryshe nga realiteti. Autori, me të drejtë, duke qenë trim, por edhe intelektuali hyn punës së krimtarisë për ta zbardhur vërtetën edhe vetëm të vërtetën. Me të drejtë, autori hyn punës në këtë vepër për të dëshmuar të vërtetën e shumë ngjarjeve dhe për të demantuar çdo formë tjetër e cila ka mundur tuhet apo të shkruhet ndryshe nga e vërteta e cila ka qenë. Mendoj se me këtë vepër, autori Avdy Luka kristalizon ngjarje shumë herë të dëmshme për kohën, por në të njëjtën kohë janë ngjarje krenarie për vetë autorin në radhë të parë, pastaj për familjen Uka dhe mbar kombin shqiptar. Të gjitha këto përjetime të autorit Avdy Luka, shumica prej tyre për lexuesin janë të panjohura dhe me këtë libër autori sikur dëshmon ato ndodhi që kanë lënë mbresa të paharuara dhe që kanë rëndësinë e tyre. Pse jo edhe rëndësi historike? Me admirim, autori flet për babagjyshin e tij, i cili është pushkatuar nga pushtuesi serbo-qetnik. Si pasojë e këtij pushkatimi, edhe babai i autorit Xhevat Uka ishte burgosur disa herë nga regjimi. Në mesin e shumë temave, autori Avdy Luka, duke qenë tejet i sinqert, ai përmes shkrimeve të tij, si kujtimet veçanta, kujton edhe rastin e Isak Ibrahimit, tani dëshmor i kombit, kur ai me sakrificën e tij në atë kohë nuk ka kursyer për të shërbyer bujko që ka punuar orën për të siguruar bukën e gojës për familje. Pa derivatet naftës në atë kohë ka qenë e vështirë kurja, shirja dhe bartja e bereqetit deri në
humbarin e familjes pa pasur derivatet naftës. Isaku e ka pasur në konsiderat këtë edhe duke qenë punëtor pompën e benzinës, INA, aju ka shërbyer familjeve që kanë pasur besë të madhe, e njëra ndërto ka qenë edhe vetë familja e Abdul Ukës. Tematikisht, kjo ngjarje nga autori hyn si ngjarje me rëndësi, pasi që autori ka shkruar një libër duke u dedikuar dëshmorëve të kombit Abbas dhe Isak Ibrahime. Përmëhosisht, i kemi të gjitha në libër. Edhe krejt në fund, dua të them se autori Abdul Uka ka qenë vullnet të jashtëzakonshëm për të krijuar edhe më tej libra të reja. Ndaj i dëshiroj shëndet dhe sukses në krijimtarinë e tij dhe lumturi miku im Abdul Uka, ti ke qenë edhe po dëshmon prova për mbrojtjen e pagun e shtëpisë dhe tani po dëshmon edhe me pend. Faleminderit. Atëherë, përshëndetje për gjithë, spare, më lejoni sot jam këtu për ndryshe nipi i autorit Abdul Uka, për ndryshe ne në familja i themi, është i pari familjes tonë dhe i themi Bali Abdul dhe do t'i referohem ashtu sepse duke qenë se sot kam përgjithësinë të jem zëri i autorit, pra Balit Abdul sot këtu, i cili nga Suedia na ka lënë në duar një dëshmi të çmuar të kujtesës tonë përveç librave të tjerë, librin për jetimet e mia. Më lejoni që në emrin e autorit them të nderuar të pranishëm edhe profesor akademik dashamir të atdhejut tonë bashkëqytetar. Baca Abdul, Bali Abdul sot nuk është pranesh fizikisht, por sot ajo është këtu me 8 librat e tij të botuara deri më tani. Në radhë të parë, më lejoni që në emër të familjes Uka të shpreh një mirënjohje për autorin sot që po promovojmë edhe veprën e 5 të Hyseni Ibrahimit, për mundësinë e dhënë që në kuadër të këtij organizimi të kemi mundësi të promovojmë edhe librin e Axhës Abdul, Balit Abdul. Kjo flet shumë për personalitetin e juaj, kjo flet shumë për qiltërsinë, edhe për mbështetjen, edhe për autorë të tjerë. Faleminderit këtu që jeni këtu për respektin ndaj librave të autorit, për të gjitha librat që i ka pasur edhe deri më tani, ashtu siç tha edhe më herët në recensimin e autorit Hysen, për respektin ndaj autorit, ndaj familjes tonë dhe mbi të gjitha ndaj historisë tonë të përbashkët. Ky libër për jetimet e mia nuk është një rrëfim, vetëm një rrëfim personal. Janë rrëfime të autorit, por është një kronike gjallë e një familje shqiptare e cila përmes përjetimeve të saj pasqyron fatin, vuajtjet, sakrificat dhe krenarit të gjithë shqiptarëve ndër dekada. Është një testament i gjallë i qëndresës, i dinjitetit dhe i dashurisë për atdhejën. Në këtë vepër, autori Bali Abdul na fton të udhtojë për kujtimet e tij, që nga kujtimet për prejardhjen e familjes tonë nga Zasella Mitrovicës, shpërngulja në Vushtre, përpjekjet për arsimim, punën e ndershme, sfidat ekonomike e deri te ngjarjet më të rënda të historisë tonë, persekutimet, burgosjet, grevat, demonstratat, helmimet e nxënësve, lufta për mbijetesë dhe për liri. Në çdo faqe të tij, lexuesi gjen jo vetëm dhimbjen dhe sakrificën, por edhe besimin në Zot, në shpresën, dashurinë për familjen, për punën, për dijen dhe për të ardhmen. Doja më shtu se shembuj të tillë si të Balit Abdul, po dhe të autorit Hysen, edhe shembuj të tjerë nënkuptojnë që atdhejo mund të duhet edhe nga larg, edhe pse nuk jetojnë kryesisht fizikisht në Kosovë. Por doja më ju drejtu edhe të dashur mërgjimtar se Kosovën ju nuk e lat nga dëshira, Kosovën e lat nga dhimbja dhe nevoja. Kosovën u detyruat me dal jashtë kur ushtria serbe ju kërkonte, kur ekonomitë familjare shkatroheshin nga pushtuesi serb dhe kur dinjiteti yt ishte në rrezik. Shumë prej jush e morët rrugën për me shpëtu familjen nga dhuna, por sot Kosova është e pavarur, Kosova është e lirë, edhe sot të rinjtë tanë ofrojnë shërbime për kompani më të mëdha ndërkombëtare. Andaj, juftojmë juve që të ktheheni, të sjellni standarde edhe të frymëzoni fëmijën tonë, që të kemi të gjitha shtëpitë të mos mbeten pa dritë, edhe çdo fshat të mos jetë pa jetë, edhe çdo orë mos mbetet pa punuar dhe çdo i ri të mos mbetet pa shpresë.
Juftoj me zemër ta lexoni këtë libër, ta ndoni me tjerë, ta harroni si pasuri shpirtërore dhe kombëtare. Le ta mbajmë gjallë kujtesën, jo për të merituar shkumën, sepse është e pamundur, por mos me humb busullën në rrugtimet tona dhe sfidat që do t'i kemi në këtë jetë. Lexojeni me zemër, me kujtesë dhe me shpresë. Le të bëhet një dritar i shkuar son dhe një rrëfyes për ardhmen tonë, që brezat e rinj të dinë se nga kemi ardhur dhe ku duhet të shkojmë. Liria jonë rroft Kosova dhe rrofshin mërgjimtarët dhe gjithë shqiptarët. Faleminderit edhe një herë. Nderuar panel, Fadili Dul, magjistër Fadil Geci, profesor Osman Ahmed Xhekaj, Shashir Foniqi, nderuar njeriu i kulturës, Anton Kola, njeriu i parë i ministri i mbrojtjes i emëruar nga presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova. Kemi nderin që kemi sot pranë. Kemi doktoreshën Sadia Slani që na ka nderuar, Avnis Pahiu, ambasadori i parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një doktor kite për Avnis Pahiu. I kemi edhe 2 profesor të nderuar, edhe lektor të librit, edhe lektor të thesarit kombëtar, profesor Muhamet Ibrahimi dhe Pedan Baliu. Një doktor kite. Të cilën e kam përgatitur skanarin me të gjithë. Rinia, faleminderit shumë. Unë kam shumë për përshëndetur, nuk e di nëse filloj me emra, unë e di që do të gaboj. Po nëse filloj pej nërkryetarit të parë, nërkryetarit të komunës, djalit Hoxhës të Mursel Ibrahimit, po shoh këtu doktor Nazmin Morinën, një ortoped, më ka shëru, se kom qenë shumë smut të falë tina, më ka shëru, një dorë trokite, por doktore se s'kesha mujtë së të barke. Pjetrin, general, dekanin, Hakif Zeshiren, i mermerin, profesor të ndëruar, Nezbet Ispahiu, Qerim Hamiti me profesoreshën Sebi, respekt, Mensur Kelmende, respekt për juve. I kam e disa, pa me që fillova me emën, unë do të mi përshëndet. Sabri Azemin, është vlau i Gani Azemit, diplomatin më i shuar i gjitha kurave, që ku e kemi këtu pra pandje shumë, një dorë tërkitje. Pandje shumë. Shqiptar Saljonën e përshëndet, Aleksandr Istrefi, komandanti i parë i ushtrisë të batalionit 149 në Shalë Bajgurës, komandant, pandje shumë, respekt për që këtëra. Kemi Halit Sadri edhe Shem e Gani Baronin, familja Baronin, respekt, Fali Baronin, respekt për juve, shëndet, po familjen e Abdulukës, luftëtarët e betejës së Kosharës, i kemi këtu një pjesë bukur të madhe këtu, i kemi, urdhra? Po, e kam. Betejës Kosharës, Bajram Pecin, e kemi një ka ardhur enkas nga Suedia, njeriu të cilën kemi dërguar në ushtri të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Bajram Peci, faleminderit shumë, respekt për juve. Kemi këtu shumë Zuk Beqirin, doktor Nazmi Morinën e tash, magjistër Besnik Hotin, djali i Faridinotit. Respekt, magjistër Faridinoti, ne kemi promovuar një libër të tij, dëshmori kombit, ka dhënë shumë për Kosovën, Besnik faleminderit shumë që ke gjetë kohë, i pranishëm me ne. Ish ministër Feza, respekt Nazmi Feza, respekt kemi këtu, bashkë me Recep, me Regjen, respekt për juve. E kemi drejtorin e shkollës Halit Geci, Shefqet Geci, për ndryshe është edhe miki jam me Shefqet, respekt. Dhe jo të gjithë të tjertë, mos po gaboj, Sadri Meri, Zuk Beqiri, e kemi një dojtë nonës, e kemi Istrefi, respekt Skandar që keni ardhë, edhe jo të gjithë pranishëm, drejtorin e shkollës Sinan Tupilla, po e shoh, nashta po gaboj, e kemi në Medin, i Bishin, i cili buën e ka promovuar një liber me bashkëshorten, me bashkëshorten është e afërm, pranishëm. E kemi edhe dekanin, milajm respekt për juve që keni gjetë ku e jeni pranishëm. Prandaj çfarë duhet të them? Është në thonjën e librit tim, Shqiponia edhe Korba. Zakonisht Shqiponjat shkojnë në qiell, po Korbat janë bukur shumë ngasmuese, ngasmojnë, po Shqiponjat janë shpend shumë i mençur nga vendi ku jemi ne. Edhe çdo herë Korba kur të ngasmon, ai ngjitet më lart. Prapë ngasmon, ai prapë ngjitet më lart. Edhe arrin majat ku Korbat e zeza
nuk mund të arrin mojat ku arrin Shqiponia. Çfarë do të them me këtë? Është një mesazh që populli shqiptar jemi vetë Shqiponia. I kemi korbat e zi, Serbinë e kemi. Janë duke na ngasmuar. Por ne duhet shkojmë lart e më lart. Me punën tonë, me veprimtarinë tonë, me kontributin, edhe bota nuk na njeh vetëm me fjalë. Bota na njeh vetëm me vepra. Edhe këtu i kam unë profesor Osman Ahmedxhekën e shumë bashkëpunëtor, të cilët vërtet kemi punuar bashkë në Morgat. E vetmja vepra është ajo e cila kemi demantuar një politikë hegemoniste serboslave jo vetëm në Suedi, por në gjithë Evropën. Me këtë rast, unë i falenderoj rinin, të cilët vërtet me recitalin, të cilët e lexuan recensionet të gjithë neve, është ardhmëria jonë, urojmë që këta të vazhdojnë punën tonë, edhe urojmë që çdo herë të jemi bashkë në përurimet tona, apo që bërsh në përurimet tona të përbashkëta, por si rezultat i kësaj që unë sot jam këtu, unë dua ta tras vetëm një njerëz të afër meje, një Behlul Spahiun, po kam qef me ardhë, kujdestar klasë shkollës fillore, që e du shumë, edhe më ka ndërru, eja me mu, profesor, eja me mu, eja. Prandaj, Behlul, eja me mu, veç një fjali të përshëndes, sepse du me loshk zemrë, sepse jemi kuadri ti, na ka edukuar marë, na ka edukuar mirë, edhe i jam mirë njës përjetësisht për kontributin e ti që ka dhonë, e unë sot jam të rejtorat të cilat i kam. Një fjallë dhe së përshëndes. Që mund që s'mund shkoshës. Kjo është aji. Ma i mire. Parë besë. Andaj përshëndes shumë. Komemoracione mirë, për jam i lumëtën për karrierën në arsim që ku punu me generata që kanë dalë dhe fryti jonë është kjo. Një shpreje ku më përdojrë në klasë. Thashë, mora një shembull nga bujësia sa më fshat isha atjet në Runik. Thashë bujku i mirë, kur të punon arën mirë, mbjell grur, dhe sa po nis me bi, del, e shikon me kujdes, s'ka i megjes aty, edhe me mendjen, me synin e mendjes e she grurin, ka kurët, kumbajna ka e mushthast. Thashone për ju shë, që keni me qenë të rritur, veprimtar, familjar, dhe ju do të boni fryti më i mirë. Dhe janë e shembull. Të nderuar pjesëmarrës, ju falenderoj për planin dhe kontributin tuaj në këtë veprimtari kulturore. Pjesëmarrja juaj dëshmon interesimin e vazhdueshëm për zhvillimin e jetës akademike dhe kulturore në Universitetin Isa Bolytiri në Mitrovic. Ju inkurajoj që të merrni pjesë edhe në ngjarjet e ardhshme letrare dhe kulturore që organizohen në kuadër të Universitetit të Mitrovicës, me qëllim të promovimit të dijes, letërsisë dhe artit. Ju uroj një ditë të mbarë dhe miru takofshim në aktivitetet e ardhshme. Faleminderit shumë.